starton këtu derbi javës së 9. Vjen arkimi ti drejt zonës, shansi këtu. Ndërhyrje mirë nga mbrojtja. Topi mbetet aty në zona, do të kemi penalti, vijon loja goditja. Ja dhe njerë, kjo është situata në zonë. Etnik Bruti pranë këndit. Vjen arkimi ti rasti këtu, ope, çfarë mundësie. Arkim briljant nga Ovuka, provon të gjejë hapësirën, vjen arkimi shumë mirë nga Ovuka, rasti këtu. Jashtë shkon temtimi i Besnik Krasniqi. Vjen arkimi ti drejtë në port, një devim aty topi në zonën e rrezikshme, vijon aksioni goditja, çfarë pritje! Çfarë super pritje Flamur Gashi! Vijon loja, she! Provon të arkoj shtylla dytë, provot rasti këtu por dritan da Piçaj. Nuk ja del mirë, po është penalti. Penalti për vendasit. Minuta 63 e duelit. Besnik Krasniqi dhe shansi për numrin 2. Niset Krasniqi, goditja aty. 1-0 drita. Gjiljanasit janë e përsi gjenë goli. Përforcot në ofensivë skuadra Malishevës. Vjen arkimi këtu i Bishi, prekja parë dhe gol. Prekja parë dhe gol e pabesueshme. Çfarë zëvendësimi Xhemali Bishi. Sa po futët në lojë, me një herë shënon kjo është me të vërtet për të mbajtur mend. Minuta 81 e duelit dhe përsëri pranon gol drita. Provon të luaj para Broja. Pala i topi fituan, shansi këtu, pasimi në zonë, Piçaj! Dapi gol! Përsëri është ai, gjithmonë Albert Piçaj, çfarë heroi për dritën. Ndeshja e 99 me këtë vanel dhe vijon tjetë po një lloj i rëndësishëm që nga debutimi e deri më tani. Çfarë lojtari, çfarë klasi, çfarë mesfushori. Provon këtë pasim, fenomenal Arb Manaj, çfarë topi shej goditja. Mbi port, vizion i jashtëzakonshëm nga Manaj. Nuk mjafton që çënohet goli fit. Ajzeraj. Mirë lëvizja dhe këtu mbyllë gjithçka, drita shënon fitore përballë Malishevës.